Të nderuar miq, vim podcastin e radhës mos esht. Do të qëndrojmë tek aktualiteti politik, tek partitë e vogla, të cilat në thelb të gjithë gjës po japin mbase edhe pak ngjyra kësaj fushate elektorale, shpeshherë fushat që nga ana e tyre po rrezikon edhe atë influencën e partive të mëdha. Në fakt kam kënaqësinë dhe nderin të kem Kledi Plaha nga koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Të kënaqësi Kledi që thellë. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Unë do nis me një korrigjim të lutem. Po, Se partitë e vogla, për sa kohë nuk jemi testuar, nuk e dim jemi të vegjël apo të mëdhenj. Më mirë është të referohemi si partitë e reja. jo, Mendimin tim. do ta them partitë e vogla për një arsye, sepse e gjithë rrethana e asaj gjëje që shihet në opinionin publik tregon që ende hijen e kanë shumë të rëndë Rama dhe Berisha. E vërtis të gjithë diskutimin dhe gjithë diskursin e bisedës tek këta të dy emra, sepse dihet që nuk ka parti në Shqipëri nga këto partitë e mëdha që mund të jenë struktura integrale politike, por ka vetëm emra që vërtisin pas njerëzit. Mbas është vërtet, po, ke një farë të drejtë, po unë besoj se ka ardhur momenti që të largohemi nga kjo kryetarokracia. Është një moment që ne politikën ta shikojmë si një nevojë të përditshmërisë të gjithë qytetarëve për të ndryshuar realitetin ku jetojnë. Pra nuk mund të vazhdojmë akoma me lider suprem, njësoj si kemi qenë dikur në kohën e qoftë largut, apo si Korea e Veriut, apo në një vend tjetër diktatorial. Ne duhet ta zhbejmë këtë mendësi. Në fakt, kur ftova Klajdi për në emision, e ftova për një arsye shumë themelore, jo vetëm të qenë deputet, sepse këtë kohë kanë ftuar shumë kandidatë. Shumë kandidatë që mbase do bëhen mbase s'kan për të bërë asnjëherë përfaqësues të popullit në kuvent. Po e ftova Klajdin për një arsye akoma më themelore. Vetë faktin e individit qendrestar forç, një nga pak emrat që bën opozitë mbase edhe në atë rrethin e madh opozitar që ne njohim. Prandaj mua më intereson të di pse Klajdi është në këtë listë sot. Pse Klajdi i dha vetes një mundësi që të garoj, ndërkohë që edhe në Këshillin Bashkiak po bëte punë shumë të mirë. E vlerësoj vetë punën, mbase qytetarët mund të shprehin diçka ndryshe. Të falenderoj. Është vërtet unë jam munduar të qëndroj konsistent. Kam qenë në garë në vitin 2021, edhe pse partia Nisma Thurje ku unë garoja ishte një parti sapo formuar, e pa strukturuar, ishim pa eksperiencë politike, por kam qëndruar konsistent. Në vitin 2023 kam marrë pjesë në zgjedhje lokale për Këshillat Bashkiak, sepse mendoj se Këshilli Bashkiak është struktura që është më afër komunitetit. Është vërtet. Në Bashkinë e Korçës ku unë jam pjesë, janë 41 këshilltar për një popullsi të caktuar të bashkisë, dhe ata kanë mundësinë që të jenë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët. Dhe ka qenë një eksperiencë shumë pozitive në këto 2 vite, sepse më ka dhënë mundësi që jo vetëm të kuptoj nga brenda si janë vendimarrjet brenda bashkisë, sepse për të së vërtetës ne flasim shumë për politikë, po nuk e dim si funksionon politika nga brenda. Dhe duke qenë pjesë e Këshillit Bashkiak, e kupton dhe se sa politike është vendimarrja dhe jo qytetare, edhe në një nivel të tillë. Dhe për më tepër ke mundësinë që zëri i qytetarëve ta çosh në instancat qeverisëse. Tani erdhi momenti që këtë zë ta forcojmë më shumë, ta çojmë më lart, të përfaqësojmë jo vetëm qytetin e Korçës, jo vetëm bashkinë e Korçës, po të gjithë rajonin, sepse ka nevojë që këtë opozitë konstruktive, këtë opozitë reale, një opozitë që përfaqëson qytetarët, të jetë edhe në parlament. Prandaj ka qenë konsistenca ime për të vazhduar në rrugën politike, për të marrë hapin e radhës, gjithmonë duke qenë konsistent në të njëjtën forcë politike. Ju kam njohur më herët, personalisht, ju kam njohur në kohën kur sapo kishte hyrë në Nismën Thurje apo jo. Sot të dëgjoj në këto fjali të para, se intervistat duket sikur jeni perfeksionuar si politikanë.
Por kjo është sa e mirë për aspektin tënd, por mund të jetë edhe negative për aspektin publik, sepse një qytetar dhe një politikan shihen komplet ndryshe. Njihen si specialista Të manipulimit. të manipulimit politikanët. E ke këtë status? Apo vazhdon të jesh qytetar? Nga viti 2021 ku kam garuar për herën e parë, kam qenë mësues dhe vazhdoj të jem mësues matematike. Pra, në këto 4 vite, në aspektin e angazhimit tim nuk e se ka ndryshuar në gjë e madhe. Vazhdoj të jem banor në lagjen time, vazhdoj të jem mësues në të njëjtën shkollë, pra nuk mund të them që jam bërë një politikan dhe jam shkëputur nga realiteti i qytetit. Në asnjëherë. Por, patjetër, eksperienca ka bërë të saj, si në fushatat politike të ndërmarra, si në angazhimin në këshill, dhe them të vërtetën, për qenë i sinqert, jam munduar të investoj në formimin tim politik, sepse ndjeja që prardha ime ishte ajo e mësuesisë. Pra unë jam një mësues dhe këtë gjë e them me mburje dhe me krenari, sepse e bëj me pasion të madh. Por kisha një mungesë në formimin politik. Dhe jam munduar që gjatë këtyre viteve ta plotësoj këtë me trajnime të ndryshme, kam qenë pjesë e Akademisë Studime Politike, kam qenë pjesë e disa programe të ndryshme të krijuara nga Këshilli i Evropës, dhe më ka dhënë një lloj formimi politik që besoj se do më shërbejnë jo për të distancuar nga qytetarët, por për të përfaqësuar më dëgjësisht. Apo ja del dot në një qytet si Korça. Thuhet që në gjithë ata që unë kam pyetur dhe në gjithë ata që unë kam bashkëpunuar, thonë që korçarët nuk të falin. Ose të marrin, të ngren, ose të nënçojnë. Po, derisa po më ngrejnë dhe po kanë treguar besim ndaj meje për të përfaqësuar në Këshillin Bashkiak dhe po vazhdojnë të tregojnë besim edhe për të përfaqësuar në parlament, të paktën sapo ndjej në këto ditë e para të kësaj fushate, atëherë do tregojnë që më konsiderojnë si pjesë e tyre. Në fakt unë nuk mund ta ndaj veten nga Korça. Pavarësisht tu jam përfaqësuesi i qarkut dhe koordinatori i qarkut për koalicionin ton, unë jam pjesë integrale e Korçës dhe Korça është unë. Është aq shumë brenda meje sa ka ndikuar gjithë rrugëtimin tim të jetës time. Pasioni dhe dashuria për atë qytet më ka bërë që të kthehem pas studimeve të mia, të jap kontributin tim si mësues, të qëndroj pranë familjes. Pra, nuk e ndaj dot nga vetja, kështu që nuk besoj se dhe Korça më ndan dot mua përgjigjit të saj. Okej, e kuptoj që çonit politik ndonjëherë ai sa të bën të prishet. Ke ndjerë ndonjë problem qoftë nga aspekti politik. Dihet që lufta me egër është lufta në gjirin politik. Dhe sidomos kur kundërshton atë që është solide apo që është kthyer në natyrshmëri edhe pse nuk është as pak e natyrshme, mund të bësh pjesë atyre të cilët ishin qafe ndonjëherë. Ishin qafe politikisht, mund të ishin qafe mund të shënohen në drejtime të tjera. Dhe për këtë arsye unë patjetër i shoh njerëzit si puna jote si objektiv të këtyre sulmeve. Po, për të qenë sinqert, mund të ketë pasur forma dhe presioni, mund të ketë pasur dhe forma blerje. Po për sa kohë unë fuqinë nuk e marr nga politika, po e marr nga qytetarët e mi, pra fuqinë e zërit tim, e marr nga mbështetja e tyre, atëherë asnjë nga ato forma nuk funksionon. Kanë tentuar të blej? Në një farë mënyrë po. Me pozicione politike, me pozicione politike, me pozicione të tjera, po nuk është kjo e rëndësishme. Rëndësishme është që shumë rëndësishme sepse në parim një politikan që ora kemi goxha shembuj këtu në Shqipërinë vetë politikanëve që blinë dhe shiten. Për fat të keq blinë dhe shiten. Që mua më kujtohet është shpreha, më fal që të pres. Një shprehje në mos gaboj e Çeçistopullit. Që ditë që kam lerë, as jam shitur, as jam blerë. Okej. Kështu që është e kotë të japim rëndësi kësaj gjëje, unë do vazhdoj në të rrugën time me qëndrueshmëri, me energji dhe gjithmonë duke bërë apo përpara. Tregu i shitjes dhe blerjes së politikanëve është më i gjerë se tregu i çorrapës. Për fat të keq po, por nuk është fare në objektivat e mia. E qartë. Tedi, jeni në listë hapur. Ke zgjedhur të jesh në listë hapur apo të kanë vendosur në listë hapur dhe
nëse e shef këtë vetë, e ke garë me veten tënde, e ke garë për subjektin tënd apo e ke garë për idealet e tua. Faktikisht, ne si koalicion garojmë vetëm në listat e hapura. Pse ka erdhur kjo zgjedhje e koalicionit? Sepse ne që në fillim, që në vitin 2020, kemi mbledhur firma dhe kemi krijuar një projekt ligj, një kod të ri zgjedhor, që bënte hapjen e listave 100%. Ky projekt ligj nuk u mor kurrë parasysh, pavarësisht se kishte mbështetjen e 20.000 firmave të qytetarëve, por kjo është ajo që ne besojmë. Pra, pavarësisht se partitë e mëdha për të ruajtur atë kryetarokracinë që ne thamë pak më parë, pra për të ruajtur pushtetin e kryetarit, e manipuluan kodin zgjedhor dhe kanë thënë këtë 1/3, që në fakt nuk është 1/3, apo mund ta sqaroj më vonë në mënyrë matematike se sa është. S'është 1/3, është 1/3 për subjekt. 1/3 për subjekt, pikërisht. Pra, ata bën mbylljen e listave dhe garantimin e mbështetjeve të kryetarit tek lista e mbyllura. Ne gjetëm një mekanizëm, le ta quajmë kështu, për t'i hapur listat. Duke vendosur në listë të mbyllur emra të mbështetësve tanë, por që nuk kanë ambicie politike, dhe ata nuk po pretendojnë të marrin një post deputeti. Po në këtë mënyrë, duke ata janë të gatshëm të japin dorëheqjen, në mënyrë që gara të hapet. Dhe secili nga 10 emrat e listës së hapur ka mundësinë për të qenë përfaqësues i qytetarëve. Ai do jetë më i mbështetur për tyre. Pra, në subjektin ton politik ka këtë avantazh qytetari. Zgjedh cilin përfaqësues do, cilin emër do. Sepse në listat e mbyllura që është bërë tani, ti voton një kandidat, por votat i shkojnë partisë dhe ajo parti nxjerr një kandidat tjetër. Që ti mund të mos e kesh preferencë fare, që ti nuk e ke votuar, që ai nuk të përfaqëson, që ai shikon interesin e kryetarit, se kjo është e keqja më e madhe. Duke qenë se në listë të mbyllur të vendos kryetari, atëherë ai është borxhli kryetarit. Ndërkohë që në Sovjetin tonë, nëse mua më zgjedhin qytetarët, më votojnë qytetarët, atëherë unë jam borxhli qytetarëve dhe nuk shkëputem dot prej tyre. Kjo është e meta e madhe e listës së mbyllur dhe kjo është fitoria jonë e madhe që kemi mundur të hapim listën për subjektin tonë. Pavarësisht se ne kemi munduar së bashku si koalicion të bëjmë ankimin në gjykatën kushtetuese për të dhënë të drejtën, të paktën të drejtën që se subjekti që dëshiron të mos garojë listën e mbyllur, pra të mos ketë emra në listë të mbyllur, të jetë e gjithë të hapur. Gjykata kushtetuese nuk e lejoi këtë gjë. Atëherë ne u detyruam që të gjejmë këtë mekanizëm. Ndodh shumë shpesh që të ketë edhe nga ata që quhen tradhtar. Tradhtarë mund të jenë edhe ata të cilët në një moment caktuar mund të përfitojnë një mandat dhe nuk mund të rriqen. Ju mund thoni gjithë ditën që shife se ne kemi aq të sigurt sa ata mund të japin dorëheqjen, po e tregoi dhe tërheqja e opozitës. E ka treguar historia nga momenti i parë i gjenezës së saj. Njeriu në vetvete, ndonjëherë kur velet nga interesat, verbohet nga dëshira. Po, ka pasur, por nuk është një situatë, sepse në listat e asaj që për një farë kohë u quajt opozita e re, pra atyre që pranuan mandatin kur subjekti i tyre politik i dogji mandatet, ata ishin persona mercenar që hynin në një listë për të përfituar diçka. Ndërsa personat që ne kemi në listë, qoftë të hapur, qoftë të mbyllur, janë njerëz idealistë, janë njerëz që kanë lënë vende të tjera të Evropës apo të botës, kanë erdhur vetëm për të bërë një mision, për të bërë Shqipërinë, për të sjellë pak shpresë në Shqipëri. Kështu që nuk është një situatë. Aq më tepër që edhe djegja e mandateve të asaj periudhe, tani unë nuk dua të merrem me këtë pjesë, po djegja e mandateve të asaj periudhe, secili kishte drejt ta gjykonte, ta vinte në dyshim dhe të mos e pranonte brenda subjektit. Kështu që mund të lindte të drejta dikujt nga lista e atëhershme që të quhet tradhtar i partisë, por mund të ishte edhe thjesht dikush që nuk e përkrahante atë gjë që partia bëi. Pra, në fund të fundit, si e shoh unë, partia është një bashkim interesash, bashkim ideologjik, por për të njëjtën qëllim që ti hyj në një parti, për të njëjtën qëllim edhe largohesh nga ajo parti. Nëse ti hyn për idealizëm, vetëm idealizmi mund të të largojë. Nëse ti hyn për interesat të largojnë. Kledi, keni një garë të brendshme? Keni një garë të brendshme, kur e flas garë të brendshme brenda asaj listës suaj. Pastaj do të vazhdoj tek gara e jashtme që mbase mund të jetë pak më e egër.
Nuk e besoj se kemi garë të brendshme. Ne kemi krijuar një ekip shumë të mirë, shumë bashkëpunues. Jemi 10 emra në atë listë që po përpiqemi të maksimizojmë votën. Unë personalisht kushdo që të dilte deputeti i ardhshëm nga ajo listë, duke presupozuar që do jetë një, do isha shumë i kënaqur. Edhe nëse ai nuk jam unë, edhe nëse është kolegu im, është miku im, atëherë do mendoj që përveç se është e drejtë. Mos më thuaj që nuk ka garë, sepse duke njohur Klajdi nuk është person që nuk garon. Sigurisht nuk është gara brenda llojit ajo e rëndësishme. Okej. Gara brenda llojit për mendimin tim ne jemi të gjithë për një qëllim të përbashkët, që të japim shpresë të vendit. Kështu që gara brenda llojit është vetëm për të maksimizuar votën dhe për të qenë më përfaqësues me qytetarët. Pra, ai që bëhet më shumë vota personale, ai do t'i përfaqësojë në parlamentin e ardhshëm. Por nuk është garë brenda llojit që na sjell konflikte brenda llojit. Unë e ndjej nga ndonjëherë tek subjektet e mëdha këtë gjë, pavarësisht se ata kanë më shumë shanse për të bërë deputet, një pjesë e tyre prap gara brenda llojit është më e egër. Ndërsa ne që na ka bashkuar ky lloj idealizmi, besoj se nuk kemi ndonjë luftë brenda llojit. Mund të kemi një garë për të performuar sa më mirë secili për nesh, po jo luftë brenda llojit, jo për të sulmuar njëri tjetrin. Nëse unë takoj sot një qytetar dhe më thotë mbështes subjektin tuaj, por kam këtë kandidat, jam shumë i lumtur. Rëndësishme është që mbështet subjektin ton që ka dhe ai të njëjtin ide me ne, që edhe ky qytetar po përpiqet për të mirën e Shqipërisë. Nuk kam asnjë lloj lufte brenda llojit. Kam pasur mundësinë që të bëj vetë një sondazh për pjesën e partive politike dhe më rezulton që ndërmjet atyre të vegjëlve që ty nuk pëlqen të themi të vegjël, po ju pëlqen të themi të rinj, ju kryesoni pra përqyeshmërinë qytetare. Këtë kam parë edhe në një takim që zhvilluar në fshatin e Pojanit. Po. Ku ishte një mesazh shumë i fortë si për Ilir Pendavinjin, si për Mondi Spahun. Ti përmenda këta dy emra sepse duken në fokus si kuajt e betejës që po ushtrojnë atë luftën në atë fush betejën e Pojanit. Por nga ana tjetër, Mondi Spahun nga këtë studio më thotë që kanë qenë qytetarët në takimin që është zhvilluar në Pojan, por thjesht është shtyrë nga kurioziteti. Ndërsa zoti Çomo i Partisë Socialiste më ka thënë që shkojnë ku shkojnë, por në fund fare kthehen tek partitë e mëdha, pra votuesit. Në vetvete, a ju trem fakti i cili tregon se ju keni një mbështetje pëlqyeshmëri, por jo votat përkthyera në fund? Këtë duhet ta shohim. Nëse janë apo jo vota. Analiza. Unë bëj një analizë me të shkuar. Në vitin 2023 unë kam garuar për Këshillin Bashkiak. Dhe prap kodi zgjedhor i bërë nga partitë e mëdha për ta vërtetuar garën, për ta mbyllur garën, kishte detyrim që një parti e re si jona duhet të mblidhte 1200 firma për të dhënë drejta për të garuar. Në rang bashkie. Pra është ligjërisht është 1% e votuesve të regjistruar. Pra nëse në Bashkinë e Korçës ka 120.000 votues të regjistruar, 1200 firma për të mundësuar që ti të hysh në garë. Dhe unë arrita që i mblodha ato 1200 firma, duke dalë në shesh, duke takuar qytetarët, dhe ajo që ndodhi është që në zgjedhjet pas pak muajsh kam marrë 1000 vota. Pra, ata që tregojnë pëlqyeshmëri nuk e kanë vështirë të japin votë. Unë kryesoja listën, po sigurisht nuk kisha vetëm unë në listë, kisha edhe të tjerë. Unë kryesoja listën dhe kanë qenë të dy anët. Disa kanë qenë sepse pëlqejnë Klajdin, disa sepse pëlqejnë partinë. Po, për të ardhur në rastin konkret i Pojanit apo i gjithë zonës. Nuk më trem fakti që këta thonë do shkojnë te partia më dha. Mua më trem dhe më shqetëson kjo mendësi që politike që është krijuar në Shqipëri, që votat i takojnë partisë. Pra, të thuash që këto janë votat e PS-s, këto janë votat e PD-s, apo këto janë votat e Klajdit, apo të nismë Shqipëri e BE, është një gabim shumë i madh. Klajdi ka vetëm një votë të tij. Ashtu siç ka Armendi, ashtu siç ka çdo qytetar i Shqipërisë. Dhe nuk mund të thuash që ne këto janë votat e PS-s. Vota është e qytetarit, dhe ai zgjedh para kutisë të votimit të votojë këtë duash. Këtë doj ai. Dhe më pëlqen ta them ndonjëherë këtë faktin që në kutinë e votimit nuk ta shikon votën e Dirama, Zoti ta shikon. Pra nëse ti voton me ndërgjegjës të pastër për të mirën e vendit, Zoti po të shikon që po bëjnë të mirë. Po jo Rama. Pra nuk duhet të kenë frikë qytetarët se pushteti po e kontrollon votën.
e kanë të pamundur të kontrollojnë votën. Kështu që të votojnë lirisht atje ku e ndjen shpirti i tyre që do përfaqësohen më së miri, që do japin një shpresë të vendit. A votojnë banorët e qarkut të Korçës lirisht? Sigurisht që ka pushteti bën të vetëm dhe pushteti është për fat të keq po kthehet në një diktaturë në gjithë aspektet. Pushteti është shumë i konsoliduar, ka marrë nga të gjitha pushtetet në kontroll, pak a shumë, dhe aparati shtetëror që duhet të ishte i pavarur politikisht, e kanë kthyer, po e kthejnë në një parti shtet. Kështu që presioni është i lartë. Por kjo nuk do të thotë që njerëzit janë të trembur. Njerëzit duhet të jenë fare të qetë dhe roli jon, edhe si opozitë, po edhe ju si media, është që t'i shtynë qytetarët të shkojnë të votojnë të lirë, sipas asaj që ata ndjejnë. Në qoftë se pjesëmarrja është e ulët, atëherë kjo është i bën der vetëm pushtetit, konsolidimit të diktaturës. Qartë. Sa më e madhe të pjesëmarrja, sa më i lirë të jetë vota, aq më shumë i shërbejnë 43% ka qenë në fundet. aq më shumë i shërbejnë demokracisë. 43% i bie që nëse nuk kalohet kjo 43% që në zgjedhjet e 11 majit, i bie që prap propozitën për partitë e reja ose të partitë e vogla do të jetë puna pisk. Kësa radhe, 43% duhet analizuar, unë jam njëri i shifrave dhe kështu që i analizoj shpesh, po 43% ka qenë edhe për faktin që një pjesë shumë e madhe jeton jashtë Shqipërisë. Kësa radhe edhe fal këmbguljes son, sepse dhe E keni pasur një pikë programor, sepse pikë programore kemi edhe për të qëllim Shqipëria bëhet ka mbledhur firma për të çuar në parlament votën e diasporës, edhe lëvizje të tjera, diaspora për Shqipërinë e lirë e të tjerë janë munduar që kjo të realizojë. Kësa radhe ja kanë dalë, kështu që do ndikojë që pjesëmarrja të jetë më e madhe. Dhe është dhe fakti tjetër që kësaj radhe, jo vetëm ne, por të gjitha partitë e vogla e kanë hapur pak lojën politike. Pra, nëse dikush para disa vitej nuk shkonte të votonte sepse mendonte se këta janë të gjithë njësoj, partitë e vjetra, partitë e mëdha nëse i quani ju, unë i quaj të vjetëruara, janë të gjithë njësoj, kësaj do motivohet të shkojë të votojë sepse ka alternativë. Mund të zgjedhë Nismë Shqipëria Bëhet, mund të zgjedhë partitë të reja të tjera, nuk ka pse të demotivohet për të shkuar të votojë. Po partitë e vjetra ndonjëherë përdorin atë frymën duke sjell individ të rinj. Në fakt më vinte për të qeshur në qarkun e Fierit, Partia Socialiste kishte sjell një zëqine që e quanin dhe e shkreta nuk dinte s'thoshte përpara publikut. Të solla shembullin e saj se dihet që Shqipëria diktohet nga tallavat ose nga komercializmat, po të ta them pak më ndryshe. Dhe duke qenë se diktohet nga komercializmat, prap prirja më e madhe është që këto parti të marrin vota. Duke aneksuar, duke ju nënvlerësuar, duke u nxjerr nga debati politik, e keni vënë që nuk ju përmend asnjëra nga partitë tani? Po, Gjithmonë mundohet ju injorojnë? jo vetëm të injoroj, por edhe të sulmoje. Mbase jo në mediat e mëdha, po unë shikoj që ka dhe sulme për partitë e reja, ka faqe në rrjetet sociale të dedikuara vetëm për të sulmuar njëri subjekt apo subjektin tjetër. Më ka bërë shumë përshtypje dhe faqe që sponsorizohen, pra dikush që investohet, që argjon lek, për të bërë më shqetëson jashtëmase shumë, sepse kjo nuk është së parish e jashtëligjshme që një subjekt politik, sepse kjo me siguri që vjen nga një subjekt politik kundërshtar, të sponsorizojë për të sulmuar një subjekt tjetër politik. Sigurisht që kjo më shqetëson, po nuk besoj se qytetarët shqiptar në përgjithësi dhe të qarkut të Korçës në veçanti nuk e kuptojnë këtë gjë. Nuk e kuptojnë lojën e politikës së vjetër, nuk e kuptojnë mbylljen e sistemit. Unë jam shumë besim plot tek fuqia e individit. Tek fuqia e individit, tek fuqia e votës individuale dhe tek logjika e shëndosh e çdo qytetari shqiptar. Po si mund të jemi kaq të sigurt tek logjika e ftohtë e zgjedhësve kur zgjedhësit në 20, në 30 e ca vite demokraci
i kemi bler, i kemi shitur, i kemi ofenduar, sa herë që kemi fituar, i kemi dashur, sa herë që kemi humbur, i kemi nënvlerësuar, madje i kemi zhvlerësuar duke i bler me thas me miell. Kohët kanë ndryshuar. Qytetarët shqiptar në këto vite kanë rritur sigurisht pritshmëritë e tyre, edhe nga pushteti, edhe nga politika në përgjithësi, edhe nga partitë politike. Shpresoj tek drejtësia e re nuk do lejoj më shitblerje votash. Jam shumë besimplot që kësa radhe nuk do guxoj dikush që të blej të shes vota. Po s'ka nevojë. Dhe tjetra që Mos për tjetër për shes s'ka nevojë të blej më të shesi. I shkojnë veti votë. Pa i duhet parë kjo gjë. Do ta lejmë datën 11 maj ta analizojmë nëse qytetarët e besojnë akoma apo jo. Po 11 maj se vlen për diskutim, pastaj kemi fakte, prandaj shtrojmë sot diskutimin. Unë kam besim të qytetarët, kam besim që ata të analizojnë situatën e tyre personale dhe të kuptojnë se nga ka erdhur kjo situatë e trisht. Mua më bën përshtypje në gjithë kësaj kohe, unë nuk merrem me opozitën, unë përgjithësi nuk merrem me opozitën dhe me asnjë subjekt opozitar. Po kam të drejtën si qytetar, po edhe si politikan i angazhuar, të merrem me pushtetin. Sepse ata kanë ndikuar për të paktën në 12 vitet e fundit jetën tona, me vendimarrje dhe me politikat e tyre. Tani, në këtë fushat unë shikoj gjithë që po ngrejnë gishtin, po ngrejnë dorën me 5 gishta dhe po stimulojnë votimin e pesës. E qartë, e kuptoj. Së pari një kjo dora me 5 gishta shumë thjesht mund të kthehet në një grusht dhe na kujton diktaturën e atërshme. Pra këtu jemi rreziku i parë nëse ne i japim mandat të katërt. Së dyti, kur ty tregojmë 5 gishta si qytetar, ti duhet të bësh 5 pyetje. Një për secilin gisht. Hajde. E para, a të del rroga për të mos kursyer në ushqimet? Minimumi. Sepse tani thonë urit rroga, po urit rroga minimale, po to janë shifra kot. Mua s'më shritur gjë rroga, kështu që Shikoj xhepin tënd, shikoj sa është shitur edhe shpenzimet, sa janë rritur ushqimet, sa është shitur kokra e vezës, sa është shitur kile djathit. E para është a të del rroga për ushqimet. E dyta, a të janë larguar miqët të afërm në emigracion, duke lënë vendin, duke lënë prindërit e vetmuar. E treta, a e ndjen se pushteti po të vjes dhe po pasurohet një pakicë nga taksat tona, duke lënë pjesën më të madhe dërmuese në varfëri? Pa e ke përfituar shëndetësim falas, siç është premtuar para 12 vitesh? Edhe ai kënaqur me sistemin arsimor. E plotë të tjera, po meqense janë 5 gishta, bëra 5 pyetje. Bëjani vetes këto pyetje, dhe nëse të vinë akoma dhe të zgjatin dorën, thon voto 5-ën, i thuaj, kjo dora e ngritur është një stop. Atëherë, Është një stop për të mos votuar. Nëse do të përgjigje me logjikën e një politikani i cili anon tek majoranca, është apo del rroga. Dihet që të paktën kohëve të fundit Zoti Rama ka bërë ngritje të vazhdueshme të rrogës së administratës publike, ka stimuluar rrogën dhe ka stimuluar ngritjen e rrogës edhe tek privati, por nga ana tjetër ka tentuar të japë edhe më shumë bonuse. A ka largime? Do ta bëj një parashtesë. A ka largime? Nga kjo studio prapë drejtuesi i Partisë Socialiste në Pogradec, paktën atë kanë pasur dhe për atë mund të flas, zoti Peleshi nuk ka dashur që të vi, përderisa s'ka ardhur. Ka thënë që kemi arritur në atë fazë që sa po ikin, aq po vinë. Prapë, kemi arritur në të. A e dini që pushteti po vjedh? Po, siç e dini që pushteti po vjedh, e dini që edhe spaku po fut në burg. A keni shëndetësin falas? Po, mund të justifikojnë që shëndetësia ka qenë dikur në qamet dhe tani është shumë më mirë se çka qenë para 15 apo 30 vitesh, Dhe a kemi sistem arsimor? Për sistemin arsimor mund të themi që patjetër po mbylleshin ata të cilët ishin në universitete që dërgonin dhe jepnin diploma me lopat dhe parim drejt një perfeksionimi të sistemit arsimor. Unë kam pikpyetjet e mia në lidhje me këto përgjigje, edhe dyshimet e mia, por kjo ishte tipikisht një përgjigje nga përpyetja. Në qoftë se mund të bëj një kundër përgjigje. Qartë. Në qoftë se ti thua që rroga minimale është rritur në këto 12 vite, shikoje
në përqindje. Sa të është rritur rroga dhe sa të janë rritur çmimet. E qartë. A kemi qenie më të madhe se më parë? Ose a kemi qenie që të përballosh jetën? Prandaj them unë atë del rroga për të mos kursyer në ushqim. Kjo është minimumi i jetesës të denjë të njeriu. Pra që ti më thua është rritur rroga? Po është rritur rroga. Po sa është rritur kila e mishit? Sa është rritur buka? Sa është rritur veza? Sa është rritur djathi? Sa është rritur çdo lloj prodhimi? Vetëm presma. Pikërisht pra, më thënë, nuk kemi më mirë. A janë larguar njerëzit? Po këta e ndjejmë që të gjithë. Sa miq e shok në janë larguar. Këto reklamat që shiko se kanë erdhur dhe këta nga emigracioni po investojnë në Shqipëri, janë një pakicë aq e madhe dhe aq e pakonsiderueshme në krahasim me atë që ikin, dhe ne shikojmë, unë si mësues shikoj në shkolla, mbase jo në shkolla ime, se kemi akoma arritur të ruajmë nivelin dhe pjesëmarrjen aty të nxënësve, po shkolla po mbyllen në çdo fshat. Edhe shkollat e qytetit janë me numra të reduktuar dhe kështu ne shikojmë fare qartë se si po largohen qytetarët. Ndjen që po vjet, po patjetër ke shifrën zyrtare të kontrollit të lartë të shtetit që në vitin e fundit dëmi ekonomik si pasojë e shpërdorimit të tyres, e korrupsionit, e mosmbledhjes të ardhurave në dogana është 62 miliard lek. Tani imagjinoni çfarë mund të ishte bërë me 62 miliard lek. Sa mund të ishin rritur pensionet reale? Se mund se kam problem aq. 62 milionë lek në vit. Në vitin e fundit, në 2024. Në 2022 ishte dy fish, 120 ca miliard lek dëm ekonomik. Subjektivitet në fakt është. Jo, ky është objektivitet, kanë shifra. Subjektivitet për çdo qytetar që i mendon bashkë kaq para. Janë të mërsi shumë, po për një shtet, edhe për një shtet të vogël si joni, aq shumë lek mund të bëni një transformim. Eksakt, është e vërtetë. E kuptoj Kledi. Pra, për çdo përgjigje që mund të japë një mbrojtës i mazhorancës, me siguri që qytetarët e kanë vetë kundër përgjigje, nuk kam nevojë të mësoj unë. Si keni luftën? Luftën e keni me mazhorancën, e keni me mazhorancën dhe opozitën, apo e keni edhe me partitë të tjera të ngjashme si ju? Jo, unë personalisht nuk kam munduar asnjëherë të bëj luftë me partitë e reja. Absolutisht jo. Të gjithë kanë të drejtën të paraqesin programin e tyre elektoral, të gjithë kanë të drejtën të hyjnë në garë, të kërkojnë të maksimizojnë votën, patjetër. Edhe me opozitën, pavarësisht se opozita ka qenë opozita e Partisë Demokratike, po e themi me emër, sepse opoziti jemi dhe ne, opoziti janë dhe shumë subjekte të tjera. Pavarësisht se ka pasur pushtet dhe ka mëkatet e saja në kuris, dhe nuk janë të vogla, në 34 vjet demokraci, nuk janë të vogla, por unë tetoj të mos merrem me të. Pse? Sepse për momentin, instalimi i pushteti që po kthehet në diktaturë, dhe ky pushtet që është larguar nga qytetarët, ky është rreziku më i madh. Kështu që luftën time e kam patjetër me mazhorancën, jo në aspektin e njerëzve që e mbështesin. Secili ka drejtë të bëjë zgjedhjen e vet, po në aspektin e politikave që janë ndërmarrë dhe për mënyrën si është ka të nisur ky vend në këto 12 vite, sigurisht që kam luftën me ta. Po më shumë se sa luftë, sepse kjo termi luftë në politikë duhet ta fillojmë avash ta zbrejmë. Po mirë, në fund të ditës janë interesa të mëdha që luajnë në politikë, kështu që patjetër, po më shumë se luftën ne jemi në një garë dhe po paraqesim vizionin tonë. Ne kemi një vizion, kemi një Partinë Socialiste, si do ta thos. Le ta thon si duan, s'ka problem. Ne kemi vizionin tonë, nuk merrem me kundërshtarët. Sigurisht merrem me pushtetin, sepse pushteti është ajo që ka ndikuar në jetën tonë, por ne merrem me vizionin tonë. Ne kemi një vizion për një vend demokratik, një vend me zhvillim ekonomik, një vend ku qytetarët të jetojnë të lumtur dhe të mos kenë nevojë të largohen. Se edhe kjo karta që po përdor mazhoranca që ne do t'ju japim pasaportën për BE, për mua është një butallëk i madh. Para njerëz sepse nuk e kanë në dorë as kryeministri i vendit, as dikush tjetër. Kushdo që të jetë në Shqipëri, kur të vi momenti që Shqipëria të hyjë në BE, do hyjë pavarësisht se është zoti Rama apo ka ikur zoti Rama në pension apo mbas edhe në burg. Pra, nuk është një gjë që ai mund ta premtojë. E dyta, kur ne të jemi gati të marrim pasaportën europiane, do vi momenti atëre kur ne mos dua më të ikim nga ky vend, në këtë mënyrë që po ikim, kur ne të kemi investime, kur ne të kemi
një jetesë me një mirëqenie ekonomike të caktuar, ku ne të kemi shërbime në shëndetësi, në sigurinë e qytetarëve, në shtetin e së drejtës dhe në shumë aspekte të tjera në sigurinë ushqimore, që është bërë skandal ditët e fundit me. Pra, pa arritur këto standarde të Bashkimit Evropian. Skandal ka qenë, po çfarë del? Tani doli një skandal i madh me këtë, pa sigurisht jemi domethënë një popull që vërtet nuk dim çfarë hamë dhe riskojmë jetën tonë për shkak të mos funksionimit të shtetit. Atëherë, pa arritur këtë standard në çdo aspekt të jetës, ti je kot të pretendosh të hysh në be. Do pretendosh të hysh në be kur ti të kesh futur Europën brenda Shqipërisë. Jo të hymë dhe të kacaviremi pas bejës. Bëja një pyetje për pedagogët e mi gjatë kohës së studimeve dhe tekstualisht i bëja një pyetje tipike që është më mirë që ne të hymë në be, po pa përqasur standardet, po të përqasim standardet edhe mbase nuk hymë në be. Dhe gjithmonë përgjigjja ishte që shikojmë, nëse ne arrim standardet europiane, s'ka nevojë edhe nëse të antarësohemi në Bashkimin Evropian, po thjesht arrim këto standarde. Dhe rruga duket prapë shumë e largët. Le të thotë, kush të dojë deri në 2027 apo deri në 2030 apo deri ku diun. Përpjet të hidhet shumë larg. Këto janë edhe aspekte gjeopolitike që nuk janë në dorën tonë. Që mund të vijë ai moment, po nuk është një premtim elektoral që mund ta bësh. Absolutisht nuk është premtim elektoral. Kledi, ku keni zonat e influencës? Ku i ka në koalicioni Nisma Shqipëria bëhet elektoratin më shumë qarkun e Korçës? Brenda qarkut të Korçës? Brenda qarkut të Korçës, të theksoj. Në shpinën e çdo qytetari të qarkut, kudo që ne takojmë njerëz, ndjejnë nevojën për një ndryshim real. Pra e thash edhe pak më parë, nuk besoj tek vota kolektive, nuk besoj se këta janë votuesit e mi dhe do t'i marr me vete derisa të veten në varr. Absolutisht. Unë besoj tek liria e individit. Po patjetër target group, një qytetar. Ne kemi bërë takime që nga fermerët, në çdo kur them fermerët, edhe blegtorët, edhe bletaritësit, edhe të gjithë që merren me punë në fshat, dhe shikojmë një mbështetje shumë të madhe. Unë personalisht jam në fushën e arsimit, jam në Korçë dhe kështu që takoj mësues, po dhe mjek, infermier, studentë, dhe të gjithë kanë nevojën për ndryshim. Dhe kjo është karta jonë më e fortë. Pra, sigurisht ne kemi një program politik, ne kemi program qeverisës për çdo fushë, edhe për fermerët, edhe për arsimin, edhe për shëndetësinë, po forca jonë qëndron në nevoja për të ngjallur shpresën në Shqipëri që Shqipëria mund të bëhet, që nuk mund të ngelet me peng e këtyre 3 individëve që kanë marrë, 3 kryetarëve që kanë marrë në dorë fatin e vendit prej 92-shit edhe deri në 2025 në shënjet e gjithë. Në 92-shin apo në 90-ën kur ka dalë Sali Berisha në politikë, unë kam qenë 1 vjeç. Nuk mundet që nuk kam tani fëmijët. Kam 2 fëmijë në prind dhe nuk mundet që ata të rriten akoma duke shpresuar që të vi Sali Berisha dhe të krijojë mirëqenie dhe të krijojë vendin, të zhvillojë vendin. Pra, kjo është absurde. E qartë për Tiranën që në tetin. Këtë mund ta themi ne, por ne shohim Trumpin që prapë në moshë është i thyer, se nuk ka të thotë mosha, ka të thotë energjia, ka të thotë përbashkimi, dhe mendoj që deri diku Sali Berisha edhe Edi Rama janë 2 personalitete të cilat patjetër hyn në historikun e Shqipërisë. Nuk e di tani si do t'i marrë historia, por dihet hyn në historikun e politikbërës. Sepse që kanë hyrë në histori, po historia ka heronj, ka dhe antiheronj. Tani këtë do ta tregoj historia. Ne dim që e kanë pasur mundësinë në këto 30 sa vite, jo një herë, po disa herë që të zhvillojnë vendin, kanë qenë presidenti i Republikës për 1 mandat, ka qenë 2 mandate kryeministër Sali Berisha. Edi Rama ka qenë 2 mandate kryetar bashkie, ka qenë ministër, ka qenë kryeministër për 3 mandate. Çka ka pasur mundësi ta bëjë? Ka pasur gjithë mundësi ta zhvillojë vendin. Nuk e ka arritur të vend. Nuk e ka arritur të japë mirëqenie qytetarëve atë parë. Kështu që si mund të vazhdojmë të presim, është një shprehje ja dedikojnë Ashtanji, nuk e di nëse ka thënë vërtet ai, po është budalladek të bësh të njëjtin eksperiment dhe të presësh rezultate të ndryshme. Tani ne po bëjmë të njëjtin eksperiment, të votojmë akoma ata dhe të presim ndryshim? Absolutisht jo, ndryshimi vjen duke bërë një eksperiment të ri. Voto të rinjtë dhe atëherë do shikosh do sjell ndryshim apo jo. A nëse të shgënjej edhe këta, largoj edhe këta, ndrysho. Po vetëm ndryshimi, vetëm rotacioni, kjo sjell demokraci, kjo sjell
lirinë e njeriut që mos kthehet në diktaturë, dhe kjo na jep mundësi që të zhvillojë vendin. Jo, duhet të qëndroj edhe në një fakt tjetër. Çfarë përfaqëson lista juaj? Kush janë ata të cilët janë të përfshirë në listë? Janë njerëz që kanë kontribute politike, a janë njerëz që kanë kontribute qytetare, apo janë thjesht njerëz të cilët vinë nga një botë pas provuar publike, por vinë me potencial të vazhdueshëm. Janë të gjitha kategoritë. Unë personalisht kam bërë ato provat e mia politike, kështu që mund ta quaj veten edhe pjesë të politikës. Duke qenë i angazhuar në Këshill edhe politikisht në 4 vitet e fundit. Përpara se të kalojmë në Këshill, çfarë ndodh? E ke ndërprerë mandatin apo? Jo, vazhdon. Është pozicion politik, kështu që nuk është detyrim ligjor që unë nuk kam fuqi ekzekutive. Nëse do isha kryetar bashkie, do rreqen. Këshillun vazhdoj derisa të zgjidhem si deputet. Nëse zgjidhem deputet, patjetër që do rreqen. Po, në listën tonë ke profesionistë të lirë, njerëz me integritet, që nuk kanë përfituar asnjëherë nga fonde shtetërore në mënyrë të pandershme, ke mësues, ke ekonomist, kemi 2 përfaqësues nga diaspora, një nga Italia dhe një nga SBA-ja, të cilët kanë lënë punët e tyre, janë kthyer në Shqipëri, jo për të bërë deputet. Ja, shkoj që janë kthyer njerëz. Jo, janë kthyer përkohësisht në Shqipëri, për të dhënë kontributin për të ndryshuar Shqipërinë. Mbase nëse ne dalim që vërtet të ndryshojmë Shqipërinë, vërtet të marrim frenat e vendit në dorë për të sjellë atë ndryshimi real, mbase ata do të lind shpresa për të kthyer përfundimisht, sepse për momentin kanë lënë punët e tyre, kanë lënë familjet e tyre dhe kanë ardhur të ndihmojnë në fushat. Jo me ndonjë ambicie për të bërë deputet, sepse mbase janë shumë herë më mirë ekonomikisht në vendet e tyre, por për të dhënë një shpresë në Shqipëri. Pra kemi nga të gjitha kategoritë e njerëzve, kemi biznesmen të vegjël, të cilët me mundim ja dalin, madje një djalë kemi edhe nga zona e Progradecit, që ka një biznes të vogël, ai përpiqet vazhdimisht që me punën e vet të mbijetojë në të treg monopolistik, jo të drejtë. Pra, kemi përfaqësues nga gjitha shtresat e shoqërisë. Është bërë edhe më vështirë që në moment që janë shprehur kandidaturën. Për ta bëj këtë pyetje sepse vetë të qenit politikë është e pamëshirshme. Po, secili do bëj luftën e vet. Ne kemi marrë një luftë përsipër, një luftë dhe mendoj që në të luftë jemi vendosur nga ana e drejtës. Ka pasur edhe tërheqje apo jo? Tërheqje ka pasur, por nuk ka qenë një tërheqje faktikisht që ka erdhur si pasojë sepse një pjesë e rregullave të KQZ-s e modifikuar shumë pak kohë përpara detyronte kandidatët që ishin me punë në shtet të pezulloheshin nga detyra për një afat të pacaktuar derisa të zyrtarizohej rezultati. Një nga kandidatët tonë ishte mësues dhe kishte detyrimin të pezulloheshin nga detyra. Po sigurisht që ne nuk kemi parti me financa të palimituara dhe të pandershme si partitë e mëdha. Kështu që ai nuk mund të mbante familjen e vet duke mos qenë në punë. Dhe nuk e kuptoj pse pengonte puna e tij për të kandiduar, sepse duke qenë mësues në një shkollë 9 vjeçare, ti nuk ke as votuesat e brenda. Pra nuk ke mënyrë se si të influencosh, se kuptojnë nëse ti ke një pushtet ekzekutiv apo ti je me studentët dhe ti mund të ndikosh. Është qartë. Prandaj ka qenë një tërheqje, po jo se ka qenë një jo dezertim. Jo dezertim, ka qenë një tërheqje për shkak të një burokracie, një presioni burokratik, po jo një presioni me fill të politik. E kuptoj. Partia Socialiste është shumë e fuqishme. Se dim këtë akoma. Ja të mbaroj konkluzionin, pastaj bëni qasjen si të doni dhe unë ju jap të drejtën që ti thoni që është më e dobta, ti thoni që mbase është më e korruptuara, ti thoni që mbase nuk ka mbajtur asnjë premtim, apo ti thoni edhe në fund fare që s'ka bërë asnjë premtim. Kështu që to nuk i them unë, si thoni ju me gjithë qasjen që keni, por ajo është shumë e fuqishme sot. Është shumë e fuqishme për shkak të enturazhit, administratës, biznesit, financimeve që ti the që nuk janë, më fal që ju tha që nuk janë të ndershme, nuk vinë në rrugë të saktë. Po përballeni me një industri në vetvete, po përballeni me një artilleri në vetvete.
e cila nesër edhe mund të zhgënjej. Pra, angazhimi juaj mund të zhgënjej përballë këtij mekanizmi të mirë strukturuar. Nëse unë mbasa do zhgënjej, ma do të tërhiqem. Jo, se bëra si pyetje po, nëse do të japësh si konkluzion po. Jo, nuk ka për të ndodhur kjo. Unë e kam treguar edhe në 2021-shin, kandidova, nuk fitova, sepse ishte situata e tillë, nuk u troqa. Vazhdova në 2023-shin, arrita qëllimi për të përfaqësuar në Këshillin Bashkiak, tani besoj se do arrim edhe qëllimin për të nxjerrë të paktën një mandat nga qarku i Korçës për nismë Shqipëria Bashk. Sa vota do të për të nxjerrë një mandat? Sipas llogarive. Nuk është një numër i saktë, po para se të arrijë këtu, duhet të them diçka. Është e vërtetë që ne kemi përballë një përbindësh elektoral që ka çdo pushtet. Është e vërtetë, nuk e mohojmë këtë. Po kështu ishin edhe forcat e Skënderbeut përpara otomanëve, të paktën në numër, por ja dolën të ruanin Shqipërinë. Kështu ishin edhe ata rilindasit. Po mos brisë Venedik me arritje të shkarkuar në këto histori, po kështu ishte edhe ata që sollën pavarësinë në Shqipëri, që luftonin me çeta të vogla kundër një armiku shumë të shumtë në numër, por ja dolën. Pra secili bën luftën e vet me ndërgjegje. Dhe unë këtë qasje kam, unë po mundohem që vetëm mos më paralizoj me ata që i kam bërë dalë ball italianit dhe nuk e përmend. Si numër votash, ju e dini unë jam matematicien, kështu që llogarit i kam kollaj, nuk është një numër fiks. Sepse nga 7.000 deri në 9.000. Varet nga si shpërndahet vota në përgjithësi, pra sa marrin dhe kundërshtarët politik. Për të nxjerrë një mandat, besoj se po, është ky numër që thatë ju, po unë kam besimin që qytetarët, edhe ata që kanë votuar më përpara, forcat e mëdha, duke mos pasur alternativa të tjera, kësa radhe do t'i braktisin. Do t'i braktisin sepse nuk ngjallin më shpresë. Dhe ne, po dhe forcat e reja politike, unë nuk po i paragjykoj. Por mbi të gjitha, nisma Shqipëria bëhet, ngjall shpresë. Kështu që të gjithë ku do shkosh? Do votosh me sy mbyllur, se lexova një status të zotit kryeministër që ishte për mua një skandal, një deklarat e turshme politike. Mos voto kënejtën dhe ata që rin pas kënejtës, ato forcat e vogla moçale, por i dhe votën me sy mbyllur. Po pse e konsideron këtë popull ignorant? Absolutisht. Ky është një popull inteligjent që nuk voton me sy mbyllur. Ky popull para se të votojë mendohet si e ka frigoriferin e shtëpisë, ku i ka fëmijët, i ka në shtëpi apo ka në emigracion. Kështu që ku do shkojnë këta? Do shkojnë pas një rruge që kanë ndjekur 34 vite nuk i ka çuar gjikundi, apo do shkojnë pas shpresës? Okej, jo, unë jam dakord me këtë qasje, po jam dakord edhe me deklaratat shumë të çuditshme që ndodhin në Shqipëri. Në vetvete, këto deklarata pasqyronin. Për shembull, mbaj mend një deklaratë e një zonje thotë pa ngrënë jam, thotë, po sikur të më varen unë, thotë jam prapë me Partinë Socialiste. Mbaj mend një deklaratë tjetër që thotë vetëm ju mos u përçani se ne çfarë nuk ju japim. Mbaj mend një deklaratë tjetër që thotë unë nuk ndroj në këtë jetë vetëm do të jap votën PS-s. Duke sikur Partia Socialiste ka të bindur, pavarësisht sa bosh mund të jetë një frigorifer, këta janë një pavarësisht sa e shkrejt mund të jetë një lagje. Për mendimin tim ta janë një pakic. Prandaj është e nevojshme që sa më shumë qytetarë të shkojnë të votojnë, që mos lejojë këtë pakicën të vendos për ta. Unë mendoj që qytetarët e ndërgjegjshëm që e shohin politikën si diçka që i prek ata në çdo aspekt të jetës, nuk shprehen, nuk dalin në mitingje, nuk thrasin kështu si këto shembull që morët ju, por janë ata që shkojnë me përgjegjshmëri të votojnë dhe ata do sillen ndryshimin. Kledi, ju po flisni për këtë gjë dhe po akuzoni Partinë Socialiste për keqeverisit e tjerë. Pa, a nuk i shërbeni vetë Partia Socialiste ju? Po ta bëj një si pyetje se shpeshherë në diskursin e asaj që është më shumë publike se private, thuhet që partitë e vogla do të çojnë gjithmonë ujin tek burimi i partisë madhe, sepse gjithmonë do të heqin vota opozitës. Tani, si mundet, ne kemi treguar se i shërbejmë vetëm qytetarëve. Pse e kemi treguar? Po jo, së pari, pra votat që do merrni ju, a janë votat të opozitës? Le të mos merrem me votat, lutem. Okay. Së pari, Nisma Thurje dhe kryetari i saj Ende Shabani ka çuar
qashtë kallëzime në SPAK, për shkak të cilave sot ministra, deputet, kryetar bashkie të kësaj mazhorance janë në burg ose janë në hetim. Është e vërtetë. Atëherë si mund të i shërbejmë? Nëse ne i shërbejmë kësaj mazhorancë, atëherë bie që nuk do t'i çonim në burg ta njerëz. Ka çuar denoncim në SPAK për aferën me sterilizimin, që po hetohet ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa, ka çuar në SPAK aferën e një nga aferat e Bashkisë së Tiranës, për cilën po hetohet ish kryetari i bashkisë. Pra, ne kemi treguar që luftën e po, kryetari në detyrë ligjërisht, po faktikisht është banuesi i Durrësit, dhe ne kemi treguar që nuk kemi patëricë e tyre. Dhe për sa i përket votave, që më thatë që do i heqin vota nga... Jo, se them unë, thonë shumë veta, e përdor edhe vetë opozita. Këtë përgjigje ta kam dhënë pak më parë. Vota nuk e ka as Saliu të tin, as Edi të tin. Vota qytetarëve. Po që sa ta besojnë akoma që përfaqëson Sali Berisha dhe Edi Rama, votojnë ata. Nëse kuptojnë që ata nuk po përfaqësojnë me interesat e qytetarëve, po vetëm interesat e tyre dhe të një grupi të vogël oligarkësh, atëherë duhet të drejtohen drejt një qasje tjetër. E kuptoj, kur i ndiste tamam motorët e fushatës, apo tashmë jeni në fushatë? Zyrtarisht ende jo, për pak ditë fillon fushata, por praktikisht jemi në fushatë, jemi duke takuar qytetarët, jemi duke organizuar me mbështetësit tanë, praktikisht jemi në fushatë. E qartë, diaspora? Diaspora duket sigur, ju e thatë, them më herët, që ju keni qenë nga koalicionet kryesore që keni lobuar për këtë pjesë, dhe është vërtet një merit që i takon koalicionit tuaj. Aq më tepër që u bashkuam vonë pastaj Partia Socialiste dhe zoti Rama shet sot si fitoren e tij votën e diasporës, edhe ky është fakt publik që ai e lobon që falti sot diaspora ka mundësi të votojë, por në vetvete duket sikur keni një mbështetje më të madhe se vetë në territorin shqiptar. Më të madhe, nuk them se duhet të jetë njësoj. Janë po qytetarë shqiptarë dhe ata që jetojnë në diasporë. Në përqindje nga ata që janë. E para një është bërë një punë e mirë, sepse kemi bërë takime dhe na kanë pritur në shumë vende të botës, Itali, në SBA, në Angli, janë sot, nesër në fakt, janë në drejtuesit e partisë në Greqi. Kemi bërë një takim tashme, do bëhet një takim i dytë në Athinë, por diaspora ka këtë veçori që së pari janë më të lirë nga presioni i pushtetit që mund të kryej këtu me administratën e me të tjera. Së dyti kanë, duke qenë se jetojnë në vende më demokratike se joni, kanë fituar një ndërgjegjësim për sa i nevojshëm është demokracia. Prandaj, mbase ka erdhur momenti që diaspora të ndikojë fuqishëm në rezultatin zgjedhor. Kledi, një thirrje për mbase për t'ju mbështetur, mbase për t'ju votuar, ose mbase minimumi për t'ju lexuar dhe program. Patjetër, programi jonë është publik. Në faqen e Shqipëria bëhet, po dhe të nismës turje, kemi programin elektoral dhe programin qeverisës si ne mendojmë. Por ajo që është më e rëndësishme, që janë ato aksiomat bazë, është ne jemi për një vend pa korrupsion dhe me meritokraci. Pra, pa arritur të dyja, është e kotë që të flasim për zhvillime të tjera. Këto janë baza, janë gurë të themelit. Unë personalisht jam mbështetës shumë i zjarrtë dhe kam treguar gjatë gjithë kësaj periudhe të angazhimit tim politik të forcimit të zërit qytetar. Më thirrja që unë bëj është që duke na mbështetur ne, forcon zërin qytetar. Unë kam bërë një premtim publik të ditët e fundit që nismat e para që do ndërmarren në parlament janë referendumet si kombëtare dhe lokale, sepse unë besoj që pushteti duhet të takojë popullit, qytetarët duhet vendosin për demokracinë dhe drejt, dhe pushtimi dhe forcimi i pushtetit lokal. Sepse mendoj që duhet decentralizuar për të shpëtuar nga kthjetrat e një kryetari partie apo kryetari qeverie që vendos se ku do të çojë fondet edhe çfarë do bëjmë ata. Pra, unë kam qenë gjithmonë mbështetës i angazhimit të drejtë për drejtë të qytetarëve në vendimarrje. Prandaj bëj thirrje që të na mbështesin, numri 6 nisma Shqipëria B dhe në këtë listë është dhe emri Kladi Plla,
për të forcuar zërin qytetar. Kledim, e vlerësoj shumë intervistën ditën e sotme dhe shpresoj që në vetvete të gjithë kësaj gjës është që qytetarët mbase të reflektojnë. Të reflektojnë jo detyrimisht për të votuar ju, por të reflektojnë për të votuar atë që mbase do të shohin që nesër mund t'ia kthej pra kontributin. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi dhe për mua. Ftesën e keni të hapur kudoherë që të mendoni që duhet t'i thoni diçka publikut dhe jeni të mirë pritur. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, sot në podcastin Mos Hesht kishim një nga kandidatët e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, drejtuesin politik, po e them ndryshe, ose koordinatorin për qarkun e Korçës, Kledi Plaho, i cili foli më shumë për atë që pritet të ndodhi, pritet të sjelli pra ky koalicion. Është një parti e cila premton shumë për këto zgjedhje, por siç e tha dhe ai vet, pritet data 12 që të shohim se çfarë do të ndodhi. Unë po ju le takim përsëri, kështu që këtu po e mbyllim podcastin për sot. Faleminderit.